Господин Ахмети, каква е вашата оценка за работата на владата со оглед на тоа дека впечатокот во дел од јавноста е дека некои работи паднаа во втор план на сметка на решавањето на проблемот за името? Mendoj që ky opinion që ju e thoni edhe qëndron. Në thotë qeverisë, partive politike që janë në këtë koalicion, vërtet shumë energji janë harxuar në drejtim të menaxhimit të këtij procesi, në drejtim të respektimit të marrëveshjes së Prespës. Thotë tërë kapaciteti partive politike i qeverisë Republikës së Maqedonisë, angazhimi plot është që ky proces të zbatohet, sepse është një proces shumë i rëndësishëm, është një proces i papërsëritshëm. Thotë ky është një moment vendimtar se a do lëvizë Republika e Maqedonisë në drejtim të mirë apo do mbesim në vend numëro. Dhe po mbetëm në vend numëro, vend numërimi ka pasoja të paparashikueshme për ne si shtet, po edhe për rajon. Втората фаза од уставните измени помина, сега следи јавна дебата, потоа повторно ќе треба да има двотретинско мнозинство за гласање. Очекувате да има проблеми при обезбедувањето на двотретинското мнозинство? Pa një të them shu të vërtetën, sikur kam një farë shqetësimi, sepse kjo është një proces goxha i rëndësishëm. Frigohem që të mos lëndohet nga pakujdesit e institucioneve, të mos krijohet ai opinioni se ky është një proces që veç është mbyllur, veç që ka përfunduar. Ky proces akoma është në zhvillim dhe duhet të gjitha institucionet shtetërore, ligjvënëse, ligjzbatuese të jenë të kujdesshëm ta ruajnë nga ndonjë inflamacion i jashtëm, sepse lehtësisht mund të dëmtohet imuniteti i këtij procesi.